Në stacioni elektrik i Bushatit nuk do të lihet më i qetë. U ndërtua 8 vite më parë dhe punoi me kapacitetin më minimal. Ndërkohë që teknikisht thuajse gjithë zonën e Shkodrës mund ta përballojë për furnizimin me energji elektrike. Pas 2 muajsh, ky stacion do të vjetë në dispozicion të gjithë fshatrave të Bushatit dhe deri në Vaudejës. Projektet për këtë dhe ndërtimin e fidrave janë bërë, ndërsa prej tyre kanë filluar dhe nga realizimi, konfirmoi kryeinxhinierja OSHE-s Shkodër Frida Dalipi. Kena disa projekte që presim miratimin e tyre dhe zbatimin e tyre. Projektet janë kanë shkuar në Tiranë për miratim. Për sa i përket në stacionit Bushatit, në stacionit Bushatit është një investim kolosal që është lënë në shirë të fatit deri tash. Me ndërtimin e fidrave të reja, ai në stacion do të vehet në funksion dhe do të shërbej komplet zonës Bushat, Melgush, Paçram, Shelqet deri në Vaudejës. Dhe ndërtimi i fidrave të ri 20 kV, jo vetëm do të garantojë furnizimin me energji elektrike të tërë asaj zone, por do të ndihmojë edhe në uljen e humbjeve teknike. Pasi mendohet edhe aty sistemi i madhës që do të vetë i tillë që nuk do të ketë më probleme në të ardhmen. OSHE Shkodër ka menduar dhe një zgjidhje përfundimtare për furnizimin me energji elektrike në plazhin e Velipojës dhe në plazhin e Rjollit. Për Velipojën është një projekt tjetër që mendohet të ndërtohet një stacion i ri në Velipojë. Dhe kjo është një nga prioritetet që ka OSHE-ja dhe besoj se duhet ta realizojë. Sipas drejtuesve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, investimet që janë në proces për fuqizimin e rrjetit të shpërndarjes në Shkodër dhe vënien me kapacitetin e plotë në stacionit të Bushatit arrin në 7 milion euro, kurse brenda 2 viteve në rajonin e Shkodrës janë programuar të investohen për OSHE 10 milion euro.